E pastruar, mbjellur e mbrojtur me shumë dashuri përkundër situatës së vështirë, kjo hapësirë publike fillimisht kishte marrë formë fal Ragip Gojanit. Më pas në hapësirën në fjalë u shtuan edhe investime tjera e u shndruan në park të këndshëm me shumë të nevojshëm për komunitetin. Ta vizitosh këtë hapësirë sot është pak të thuhet se është të turpshme çka ka ndodhur. Pemë pothuajse të shkullura nga vendi, ulësi skajshmërisht të dëmtuara, shporta plotësisht të demoluara, janë veç disa nga elementet që shihen këtu. Një hapësirë e filluar me aq zell e mund e investuar më pas nga taksat e qytetarëve, ka ardhur në një nivel vështirë të përshkrueshëm. Hapësira të tilla janë jetike për komunitetin, ato shërbejnë për rekreacion e relaks për të gjithë. Është absolutisht e papranueshme që një pronë e tillë publike të përdhoset në këtë mas. Në vend se të shërbejë si oazë zhvilbrimi e qetësie, sot parku Ragip Gojani të jep ndjenjë vrije keqardhje për degradimin që i është shkaktuar.